Territori shqiptar për datën 24 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore me lagështi, duke sjellë mot kryesisht të vrenjtur në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në juglindje dhe jug priten intervale me diell. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të dendura në zonat qendrore dhe veriore, ndërsa pasditja vijon me kthjellime të pjeshme në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbrezë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell kryesisht në jug dhe juglindje. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:16 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:32 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 6 deri në 11 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi, 4 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 12 gradë Celsius. Durrës, 8 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 7 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 7 deri në 15 gradë Celsius. Korç, 2 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 13 gradë Celsius. Sarandë, 8 deri në 16 gradë Celsius.